Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Aisha radiallahu anha e ka pyetur Muhammedin alayhi salatu wassalam, i ka thënë: O i dërguar i Zotit, nëse unë e di sakt se kur është nata e Kadrit, çfarë duhet të them në të? Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thënë Aishës: thuaj, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ja ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë lutje të shkurt, por shumë madhështore me shumë vlerë, që do të thot në gjuhën shqipe: o Zot, vërtet ti je falës, bujar, e don faljen, më fal mua. Kjo është lutja që duhet ta bëjmë dhe ta themi sa më shumë në natën e Kadrit. Gjithashtu duhet të bëjmë edhe vepra tjera të mira, të lexojmë Kur'an, të falim namaz nate, të falim tesbih namazin për ata që kanë mundësi, dhe vepra tjera të mira. Pse u fsheh kjo natë? Normal që ka urtësi, sepse Allahu i Madhërisëm e fshehi këtë natë. Dietarët shpjegojnë dhe thonë që urtësia kryesore pse Zoti e ka fshehur këtë natë është sepse ai dëshiron që ne të mos e lusim dhe adhurojmë atë vetëm në një natë, por ta lusim dhe ta adhurojmë Zotin vazhdimisht edhe në natë të tjera. Prandaj besimtari Islam duhet ta kërkojë në çdo natë, natën e Kadrit, që ta kap atë dhe t'i përfitoj mirësitë dhe vlerat e kësaj nate. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon se ai e ka ditur kur është nata e Kadrit dhe ka dalë në një rast që t'ju tregoj sahabëve kur është ajo natë. Mirpo, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, dola t'ju tregoj se kur është nata e Kadrit, mirpo duke u marrë me dy musliman që ziheshin me njëri tjetrin, grindeshin me njëri tjetrin, duke u mundu që t'i bashkoj dhe t'i pajtoj, u mor prej meje dituria për natën e Kadrit. Pra, ka haru pejgamberi alayhi salatu wassalam se kur ishte nata e Kadrit. Normal që kjo është ajo edhe urtësia e Allahut të Madhërisëm, që ajo të mbetet e fshehtë. Prandaj nga ky rasti pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ai e ka haru natën e Kadrit se kur ishte, duke u marrë me dy musliman, na jep të kuptojmë se sa herë që muslimanët do të zihen me njëri tjetrin, do të grinden me njëri tjetrin, do të përçahen mes veti, do të humbin gjëra të mëdha dhe të rëndësishme, siç e humbën diturinë për natën e Kadrit. Ta shfrytëzojmë këtë natë në maksimum, sepse me të vërtet është nga dhuratat më të mëdha që Allahu i Madhërisëm na ka dhënë neve si besimtar Islam në këtë botë, si ummet i Muhammedit alayhi salatu wassalam.